Me thirrjen liri për Armnor Spahiun ka nisur protesta në Prishtinë, e cila u organizua për lirimin nga paraburgimi në Serbi të ish pjesëtarit të njësisë speciale. Spahiu u arrestuar në qershor të këtij viti nga autoritetet serbe në pikën kufitare ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë dhe akuzohet nga autoritetet serbe për kryerjen e veprës penale vrasje e rënd në fshatin Banjsk të Zveçanit. Fatmir Spahiu, babai i shpolicit, tha se ka dorëzuar dokumentet që tregojnë se djali i tij nuk ka qenë pjesë e policisë kur ndodhi sulmi në Banjsk. Armnori, sa i përket gjendjes fizike është mirë, po për shkak gjendjes emocionale dihet se është i lodhur, është i mërzitur nga padrejësia që po i bëhet. Ndërsa me u maltretuar nuk është i maltretuar, sa i përket maltretimit fizike nuk ka pasur. Si dhe ka qenë korekte, mirë po ai po e vun ata për shkak se është mbajtur në mënyrë të padrejtë. Policinë ka sohet se kalon me 1 nëntor ka dhënë dorëheqje 2022. Ndërsa ky akuzohet për rastin cili ka ndodhur në 24 shtator 2023-s. Që s'ka të bëjë fare me atë. Familjarët e tij kritikuan institucionet e Kosovës për mos punë e bën thirrje tek ato ndërkombëtare për t'i ndihmuar në lirimin e tij. Heshtja e shtetit nuk është thjesht dështim, është një padrejtësi e dyfisht. Është detyrë e shtetit të mbrojë çdo qytetar të tij, pavarësisht se ku gjendet ai. Sot, më shumë se kur, duhet të tregojmë që jemi një shtet që i mbron qytetarët e vet. Po ashtu, sot duam t'ju drejtohemi me forcë edhe te institucionet ndërkombëtare, ambasadat e vendeve mike, organizatat për të drejtat e njerëzit. Ne ju bëjmë thirrje që të mos qëndroni të heshtur përballë kësaj padrejtësie. E thirrje urgjente e institucioneve për reagim u ka bërë edhe organizatorja e protestës Erza Zeqiri. Ajo tha se ish polici Spahiu po mbahet padrejtësisht në paraburgim në Serbi. Armnori, një ish polici ndershëm dhe i përkushtuar ndaj shërbimit të ligjit dhe sigurisë së qytetarëve, sot ndodhet padrejtësisht në burg në Serbi, i privuar nga liria dhe i ndarë nga familja e tij. Prania jonë këto është më shumë se një mbështetje simbolike. Ajo është dëshmi se padrejtësia nuk mund të mbulohet me heshtje. Ne jemi këto për të ngritur zërin e Armnorit, për të thënë me vendosshmëri se liria e tij është e drejtë themelore dhe se askush nuk mund të mbahet peng i padrejtësisë. Spahiu po mbahet në qytetin verior të Serbisë Subotic, që nga 9 qershori kur gjykata e lartë e Suboticës urdhëroi paraburgosjen e tij.